Qendra Kombëtare e Uraganëve thotë se Isaac është ndërruar në një uragan të shkallës së parë me shpejtësi maksimale të erave që arrin në 120 km/h, ndërsa i afrohet gjirit të Meksikës. Kandidati republikan për president Mitt Romney dhe ai për nën president Paul Ryan marrin zyrtarisht emërimin nga partia e tyre në kuvendin e Tampës, që ka filluar tashmë punimet e plota. Ndërkohë, protestuesit jashtë kuvendit republikan e vënë theksin tek ajo që ata e quajnë krizë e vazhdueshme e papunësisë dhe të pastrehëve. Vendimi i jurisë sipas të cilit Samsung kishte kopjuar shumë elementë të produkteve iPhone dhe iPad të kompanisë Apple ka ngritur pikpyetje të reja për të ardhmen e atyre që quhen telefona të zgjuar.